Kam telefon, du të ndërprej kjo le së ndërprej kur. Kjo le është të korruptune. Ama unë nuk I pengoj këshit. Mere. Një për zotni, shëti me mu, ti me gjyq. Policin për një 5-6 herë në kun. Në ditë sodit me kojshi nuk ka nevoj me u thirë në për shtëpia banesa për kafe e dreka. Sot mund është veç me dojnë në balkon edhe me bo lafe muhabete me u knaqë. Ngani, sot ko marrë në Gjakovë me taku një qytetar të kësaj komune me më kallëzu për një problematik që aje ka me kojshit e vetë. Fillimisht që ki laps në gara prej kojshive. Ama unë nuk I pengoj kojshit? Mere. Faleminderit për lapsin. Kjo objekti sa është nga të mujnë me dalë për balkonit, në balkon kafet me pi bashkë. Kjo është objekti jam, që 35 vite jam jashtë në Zvicër, kom investu këtu. Tash kam problem me këta ndërtusit, ma kanë cenu privatsin, jam në rrezik për jetë të me dalë familjarë të shtëpisë. S'kam kur farë siguri hesh. Ta po thoj na kemi drejt, tash unë nuk e di çka bëjmë. Unë disa herë kom marrë pi Zvicrës me bo marrëveshje me këta s'kan dashur me bo marrëveshje hesh, më kryt vetin. Policin për një 5-6 herë në kun vinë, marrin shënime dhe nuk reagojnë për kushish. Dje mas herën e fundit dje I kum pas. Ja nisen me policia me kërcënime thashë I lutem ma qetë ndashit me marrë procedurën me armës, dashit mund me shku atëherë fillun me marrë procedurën. Pas dite në konë 2 inspektora, I thanë ti ndërtusit se jetë të bo vepër penale. Kë ndërtusit tha jo, tha unë kom me dalë, e nes kom me dalë me edhe 1 metër kom me dalë jashtë me skele. Se është rrezik me ra naj tulla, naj diçka, edhe ku ndërtohet, mundet me manshu dikush një gastor ose një diçka me manshu pisnati. Rrezik është, për krejt jetën rrezik jam është që të dash. Kërkesa jam o kun mu largu këta, mësë më pengu në privatësi. Këta kanë distancë, mi marë, ta s'kanë marë në distancë. Lesi s'kanë marë në distancë. Por këta hajnezi ndalë, që këshijet ati, aloj ndalë me konzolë. Shumë jam e shgënyu, se kisha prit mas luktës si botë kështë. Ne shohim një cenim të legislacionit në Kosovë që rregullon çështjen e ndërtimit. Specifikisht kushtet e ndërtimit dhe lejet e ndërtimit janë dhënë në bazë të nenit 18, që trajton situatën vetëm me një kriterin e 50 metra largësi të shije ndërtimit tjera sa kanë distancë. Ndërtimi vetëm është këtu pranë I të njëjtit ndërtues, I cili ka një 2 metra largësi, distancë nga rruga. Në këtë rast nuk është respektuar e njëjta, por është lëshuar një leje me 13 cm largësi në 2 anët e objektit, pra në diferencë me kufit kadastral të 2 parcellave anësore. Përveç kësaj, kemi marrë veprime, kemi bo ankesë në drejtorinë e urbanizmit, kemi pas takime. Dhe një takim të vetëm na u ka pranuar që ka probleme dhe është thirrë dhe arkitekti ndërtuesit ku I ka thonë që duhet me u ndalë ndërtimi. Në këtë rast ka dalë që ka qenë vetëm për sa për konsum, sepse nuk ka pas kur farë ndalje të ndërtimit nga ndërtuesi. Sa për sy e faqe. Pastaj kemi vepruar me shkresa ku kemi kërkuar anulimin ose shtyrjen e ekzekutimit të vendimeve, kushte ndërtimore dhe leje ndërtimore, derisa sqarohet situata në gjykatë. Kemi vazhduar me gjykatën e Gjakovës, kemi tentuar që kundër ndërtuesit të vendosim mas për me ndalu ndërtimin. Ende jemi të pas suksesshëm në atë aspekt, sepse janë marrë 2 seanca, një në teren, një në gjykatë, ende nuk I kemi ekspertizat e gjeodetit dhe ndërtimtarit, të cilat pastaj gjykata në bazë të tyre dhe në bazë të seancave të marrë një vendim, pa ka kaluar një kohë nga 29 janari 2025. Jo, vallai nuk e di na me leje me krejt la komuna rapa këtë kanë dhe kemi bënë kujt vesh leje. Domethënë ju pretendoni që jeni në rregull me dokumenta, me leje ndërtimore dhe me gjithçka tjetër. Me gjithçka jemi në rregull. Në rregull, diçka tjetër a kemi shtu? Jo, shumë kështoj. Faleminderit shumë. Përshëndetje, si je? Unë jam Leonora Holuka, jam gazetare në Reportar. Kemi marrë me taku drejtorin e urbanizmit. S'është këtu, ma vonë. Kur? Ka 3 gjys. Kanë 3 gjys? Po. A inxhiniere? Cili inxhinier? Agroni. Ma vonë. Edhe sa ma vonë? Po, është. Unë jam Leonora Holuka, jam gazetare në Reportar. Erdhëm në Gjakovë dhe taku personin Palin Ankus, edhe na tregoi lidhur me problematikën e tij. Na kemi ardhur në komunë me u taku juve dhe drejtorin e urbanizmit, mirë po nuk ju gjatëm komunë, po vjen mirë që u takuam këtu në korridor. Për me bisedu. Po në milioni termin, në që këtu termin tjetër, si që të shumë I ngërë. Po shkort një përgjigje në ashta, a jenë djeni për qëtë problematik? Për afrosisht po, e di që është në kupit, dhe
Sa jam ligjore, unë është kontest gjyqësor. Edhe jemi të prit përgjigje. E të shkoj 5 kapës për qeqën gjyqësor. 5 në kap kanit. Ani, po për ato duhet të inspektorat më ku me këshyra, ko drejta, s'ko drejta. Lihet ndërtimore që keni lëshua, janë krejt në rregull, ligjërisht? Po, ligjërisht ka qenë në rregull procedura, konform ligjit, që ashtu është e paraponi me njoftim publik. Ka qenë ekspozuar në njoftimi publik edhe në atë fat ka pas ky zotnia drejt mua në ku. Si konkura ja, hiç s'ka ekzistuar. A keni dalë në terren me po më në gjendje faktike në terren? Asnjë hiç. A keni dalë ju si inxhinier me po, që shën të ndërtu që janë ndërtesë? Po, kemi Për shembull dalë. distancët, a janë tu respektuar, se janë tu Me disë respektuar? është e parapone me bo propozimin e kushteve, cilën e ka bo aplikusi këshia e këti, edhe na kemi qitë njoftimin publik, kemi prita pa ankesa, s'ka pas ankesa dhe ju ka rshu kushtet të ndërtimi. Bazë dhe në 18 ligjit të ndërtimit për ta kshu që në distancë 30 metra nuk ekziston e njëjtë. Po, se pas ke kuptu mirë atë njenin 18. Njenin 18 thot, bëhet propozimi i kushteve ndërtimore. Këtaj çfarë po thotë? E distancat që pi përmendni ju, ato janë konform rregullave standarde. Shkore, ose harta zonale e deni ka një fuqi malluar. Ne një takim bashkë që jemi pas në 3 zyre, na ke pranuar që është gabimisht të leja. Edhe na ke thënë mirë. Po, në mirë. Këtë arkitektën e tij Leonora mos e ka emrin, e pata telefonu me shtetësim pak, i pata thonë është gabim, do të mundon ndërtimi. Nuk të gëvizi kur gjohat, nuk ka dalë ndërtimi kur gjohesh. Jo ti avokata ke, juristi. Përfaqësuesi me Po, në rregull. Dhe herë po ta kujtoj. Bëhet propozimi i kushteve ndërtimore. Me distanca s'është më rëndësi sot. Edhe në qaj propozimi i kushteve me anë të njoftimit publik, e ka fatin 15 ditë për me reagu. Nëse ka pas reagimet të ngjashme, ka që ndorë që atëherë mu, që do dhuti distanca. 35 vite në Zvicër, që është e reaguar? Ja, të ke qenë në janar vitin 2024. Me ligjë është e parapone që shtu, po. Këtu ka qenë Për mjekës se që shtu edhe në kom, edhe pa termin, pilojmë i ditë tjetër, terminin edhe ullëm e bisedojmë shtrut, e qelim ligjin, edhe diskutojmë gjithë. A, po dëni një prevencim me madhon Mu për shkollë? toket e parë syshme, jo, kjo, se po në timi, jo, bo. Keni pasë njështë administrativë. Jo serioze që kjo bisedë. Shumë serioze, në konë zyrën tonë, atë në Një për zotni, shakime mu, kime gjyq. Me të ti kemë shumë leje, zotni. Ani e mirë, unë të sto lejen. Jo, ti më thonë, Ty personalisht nuk po të shqetësojmë për ti kur je në zyrë me gjithë avokatin, tha mu, duhet mu largu sa e largu ti 1 metër, dhe thire personin fjallët thire në telefon. Po, edhe të thëmë ka që ndështë më reagu për faktit, mas ne kemi Në diskutu. telefon, duhet mu ndërprej kjo leje së ndërprej kur. Kjo leje është të korruptune. Gjera, keni mundësi me prevencim me madhon? Gjyqi e ka fjallën përfundimtore. Në version tuaj, mundet një para kamerës me madhon apo jo? Jo. Rregull, faleminderit shumë. Gjithë